Dashamirët e basketbollit, përshëndetje nga Pallati i Sporteve Bill Clinton në Ferizaj, ku në çdo moment pritet të fillojë ndeshja javës së 23 ETC Superligës së Kosovës në basketboll, ku do të përballen ekipi Kastriotit dhe klubi basketbollit i Radio Televizionit 21. Përballen dy ekipe të cilat po mundohen me mishë me shpirt të ikin pozitës e fundit për të mbetur në Superligë. Kastrioti paraqitet me këtë përbërje Juniku, Kartrajt, Otis, Hyda, Jashari, Gjemajdi, Abdullahu, Shabani, Krasnici, Sahiti dhe Kuper. Ndërsa ekipi Nisënisit Islami, Mekaj, Tipson, Berisha, Kurtolli, Bajrami, Marfic, Merovci, Hyqe, Selmani, Bush dhe Maxi. Kjo është përbërja ekipit Radio Televizion Nisënisit. Gjysar të këti takimi janë Dotë Mehmeti, Arsit Kasapolli dhe Isa Prebreza. Për cilën këtë aksion nuk ka shënim për basketbollistët e ekipit të Radio Televizion 21. Topi u takon basketbollistëve të ekipit të Kastriotit që nisën nëpërmjet basketbollistit Cartwright. Janë gjuajtje nga distanca, megjithatë nuk ka shënim dhe topi takon ekipit të Radio Televizionit 21. Është atje lojtari me numër 8 Thompson, Terry Thompson. Topi arrin deri tek Mekaj. Gjuajtje për 3 pikë, nuk arrin as të harkun ta çellon basketbollisti i ekipit të Radio Televizionit 21 është ky Leonard Mekaj dhe topi ju takon basketbollistëve të ekipit të Kastriotit që nisën në aksion. Në aksion është basketbollisti Cartwright, Bryce Cartwright. Për cilën këtë aksion të Dezen Otis. Anjero Otis, mjaft mirë shmangët nga një basketbollist, gjuan nga gjysmë distanca, nuk ka shënim. Topi takon në basketbollistët e ekipit Radio Televizion 21. Atje Berisha ishte, topi arrin te lojtari Merovci, ishte nga Kastrioti ka në radhë Radio Televizion 21. Mjaft bukur arrin të marrin këto basketbollistët e ekipit të Kastriotit, është fauluar Dezan Otis, basketbollisti me numër 6 dhe topi takon në ekipit Kastriot. Për cilën këtë aksion të ekipit Kastriotit është ky Otis. Për cilën Cartwright të njërë Otis. Mundësi mirë për të organizuar dhe për të shënuar piket e para. Atje Juniku provon diçka më tepër, gjuan nga gjysmë distanca dhe ka shënuar piket e para. Kreshnik Juniku, rezultati është 2-0 në të mirë të Kastriotit, kur kanë mbetur edhe 8 minuta 10 sekonda gjendë përfundim, pra 1 minutë 90 sekonda, asnjëra nga ekipet nuk ishte shënuar, ja që piket e para për ekipin e Kastriotit. Gjuajtje për 3 pikë, nuk ka shënim atje nga lojtari me numër 6, ishte ky Mekaj, në anën e kundërt ka shënuar basketbollisti me numër 6, Otis. Dhe rezultati është 4-0. 4-0 në të mirë të ekipit Kastriotit. Mekaj edhe një provon atje Merovci për gjysmë distanca. Janë një mundësi mirë, gjuajtje për 3 pikë dhe ka shënuar basketbollisti me numër 8 është ky Thompson. 3 pikë të Thompson. Terrell Thompson. Rezultati është 4-3. Në aksion është ekipi Kastriotit. Cartwright, megjithatë basketbollisti me numër 18 është ky Maxi Grant. Ndërpreu këtë aksion me këmbë dhe topi takon ekipit të Kastriotit. 14 sekonda për aksionin e Kastriotit. Do ta nisë këtë aksion Kreshnik Juniku. Përcjellim aksionin e basketbollistëve të ekipit të Kastriotit. Gjuajtje për 3 pikë, nuk ka shënim, megjithatë topi takon ekipit të Radio Televizion 21, basketbollisti me numër 15 Kenneth Cooper ka shkaktuar gabim personal në fazën e sulmit. Kenneth Cooper, i cili në disa ndeshje nuk u paraqit fare për shkak të lëndimit, gjoja të lëndimit, pasi nuk pranonte, më mirë të themi, të luante. E të shohim se si të paraqitet në këtë takim. Topi takon ekipit të Radio Televizion 21.
përpjekja atje nga basketbolistët e ekipit Radio Televizionit Nisëni, nuk ka shënim, niset në aksion Otis. Cartwright. Provon nga gjysmë distanca, nuk ka shënim nga Cartwright atje. Merketov Mustafa Merovci. Në aksionin shpejt i basketbolistëve të ekipit Radio Televizionit Nisëni dhe gabim personal ka shkaktuar Kreshnik Juniku. Gabimi i parë personal i Junikut, ndërsa në aksion është ekipi Kastriotit. Në aksion është Mekaj, Leonard Mekaj. Provon të depërtoj Mekaj, edhe një gjuajtje për 3 pikë dhe për sëri shënon atje Thompson. 6 pikë të ti, 4-6. Të gjitha pikët e shënuar, 2 nga 3 pikë ka shënuar atje Terrell Thompson dhe ekipi i Radio Televizionit Nisëni ka kaluar në përsi. Visar Gjemojdi gjuan në për 3 pikë dhe shënon. Visar Gjemojdi, kapiteni Gjemojdi shënon për 3 pikë dhe rikëthen në përsim për ekipin e Kastriotit, tani është 7-6 në të mirë të ekipit e Kastriotit, ndërsa në aksion janë basketbolistët e Radio Televizionit Nisëni. Lojtari me numër 6 atje. Mekaj, një përpjekje atje nga gjysmë distanca nga basketbollisti me numër 18 Grant, mirë po nuk arrin të shënon dhe topi takon ekipit të Kastriotit. Niset Otis. Cartwright. Juniku, edhe Otis. Cartwright. Provon të depërton me gjithatë basketbollisti me numër 18 Maxi Grant. Ka shkaktuar gabim personal, është gabimi i parë i tij personal, apo dhe basketbollisti me numër 8 Thompson, Terry Thompson. Nuk kemi të kjo që ka të regon gjystarët, topi për sëri të kanë. Nisën aksion basketbollistët e ekipit Kastriotit. Otis. Një gjuajtje për 3 pikë, nuk ka shënim nga Kreshnik Juniku dhe topi takon ekipit Radio Televizionit Nisëni. Edhe një në aksionon Leonard Mekaj, topi arrin deri te Grant, gjuan nga gjysmë distanca dhe shënon atje Grant. Maxi Grant shënon në pikët e para të tij, rezultati është 8-7 në të mirë të Radio Televizionit Nisëni. Otis. Një Otis, Visar Gjemojdi, topi arrin deri te Cooper. Kenneth Cooper. Dhe ka kaluar koha e parapame për 24 sekundat kanë kaluar dhe topi takon ekipit në Radio Televizionit Nisëni. Rezultati është 7-8. Përcjellën me aksionin e 21-shit është atje lojtari me numër 6 Leonard Mekaj, Merovci, gjuajtje atje nga lojtari me numër 9 Berisha, shënon për 3 pikë Albatrit Berisha. 11-7 është rezultati. Cartwright. Ka gabuar atje Visar Gjemojdi. 11-7. 11-7 është rezultati në të mirë të ekipit Radio Televizionit Nisëni. Gjuajtje për 3 pikë atje nga Mustafa Merovci, nuk ka shënim, arrin të Merketov Kreshnik Juniku, ndërsa ka shkaktuar gabim personal dhe basketbollisti numër 12 Mustafa Merovci. Është gabimi i dytë i Mustafa Merovcit në këtë përballje. Vazhdon aksioni i basketbolistëve të ekipit të Kastriotit. Otis. Juniku provon nga gjysmë distanca, megjithatë nuk ka shënim asaj radhe dhe marrin këto basketbolistët e ekipit të Radio Televizionit Nisëni. Nuk arrin të merr këtë top lojtari basketbollisti me numër 9 Albatrit Berisha.
Rezultati është 7-11. Cartwright. Mirë po është mbuluar dhe është fauluar atje nga Berisha. Andin Rashica, kryetrajneri i ekipit të Radio Televizionit 21, kërkon që të mbulohet më mirë basketbollisti Bruce Cartwright. Ndërsa, shumë e gjetë deri më tani është Ricky George, kryetrajneri i basketbollistëve të ekipit të Kastriotit. Ka shënuar atje Cartwright. Pika parë e tij në këtë takim. Rezultati është 8-11 në të mirë të Radio Televizionit 21. Të drejtën edhe një gjuhëtje ka pikërisht Bryce Cartwright. Shënon edhe në tentimin e tij të dyrt Cartwright. Rezultati është 9-11, 2 pike përsi për basketbollistët e Radio Televizionit 21 që nisën në aksion nëpërmjet Merovcit. Topi arrin deri tek Mekaj. Leonard Mekaj. Gjeti Mekaj përcjellën këtë depërtim të basketbollistit me numër 8 Thompson, mirë po nuk ishte shënim. Cartwright në aksion për ekipin e Kastriotit, të shohim ka shkaktuar gabim personal Maxi Grant. Basketbollisti me numër 18 Maxi Grant. Rezultati është 11-9. Gabimi i parë i personal. Në vijën e gjyqjeve të lira do të jetë basketbollisti me numër 5 Bruce Cartwright. Mundësi mirë që të barazon rezultati, së pari të ngushtoj e përsi në shënon pikën e tij të tretë, që të 3 pikë të shënuara nga vija e gjyqjeve të lira. Ka të drejtën në të një gjyqje. Rezultati është 10-11 në të mirë të Radio Televizionit 21. A do të arrijë Cartwright të barazon rezultatin? E bën një gjë të tillë, pra rezultati është i barabartë në këtë moment 11-11, ku kanë mbetur 3 minuta e 2 sekonda gjë në përfundim të çerikut të parë. Në aksion janë basketbollistët e Radio Televizionit 21. Edhe një herë Mekaj, Leonard Mekaj përpiqet të depërtoj. Gjuajtje nga Berisha për 3 pikë, nuk ka shënim. Cartwright më së miri shkëputet në mbrojtje. Topi arrin deri te Otis dhe gabim personal ka shkaktuar Terrell Thompson. Basketbollisti me numër 8 Terrell Thompson ka shkaktuar gabim personal. Otis do të jetë në vijën e gjuajtjeve të lira. Kemi ndryshim në radhë të ekipit të Radio Televizionit 21. Në lojë është pritet të aktivizohet Christopher Haj. Haj pra pritet të aktivizohet si dhe basketbollisti me numër 16 Bush. Gjeniro Bush është me numër 16. Në vijën e gjuajtjeve të lira përsëri do të jetë Bruce Cartwright. Në vërtet është Dezan Otis, basketbollisti me numër 6 Otis. Në vijën e gjuajtjeve të lira nuk arrin të shënon tentimin e tij të parë. Ka të drejtën në të një gjuajtje, mbetet rezultati i barabartë 11-11. Shënon tentimin e tij të dytë Dezan Otis, është pika e tij e tretë. 12-11. Kastrioti është tani në përsi. Ndërsa në zotrim të topit janë basketbollistët e Radio Televizionit 21. Përpiqet të bëjë diçka më tepër atë basketbollisti me numër 13 Hyke. Përsëri topi takon ekipit të Radio Televizionit 21. 2 minuta 30 sekonda gjë në përfundim të çerikut të parë. Në aksion janë basketbollistët e Radio Televizionit 21. Edhe një herë Christopher Hyke. Topi arrin drejt Grant. Berisha provon megjithatë. Gabim personal ka shkaktuar basketbollisti me numër 4 në radhë të ekipit të Kastriotit është ky Kreshnik Juniku. Në vijën e gjuajtjeve të lira do të jetë pikërisht Albatut Berisha shënon në tentimin e tij të parë. Rezultati është tani barabartë 12-12. Edhe një Berisha ka të drejtën në të një gjuajtje. Edhe kësaj radhe ka shënuar Berisha. Rezultati është 12-13, ka kaluar në përsi ekipi i Radio Televizionit 21. Otis të përnin drejt e Visarë Gjemojli. Otis gjuan për 3 pikë, nuk ka shënim as kësaj radhe. Dhe topi takon ekipit Radio Televizionit 21. Kemi ndryshim në radhë të ekipit
Kastriotit në vend të Visar Xhemajdit. Në lojë është basketbollisti me numër 7 Kushtrim Hyda. Kushtrim Hyda është në lojë. 1 minutë e 55 sekonda ka mbetur gjë në përfundim të sherikut e parë. Mundësi e mirë për ekipin e Radio Televizionit 21. Dhe shënon nga gjysmë me distanca Grant, 4 pikë të tij, Mexi Grant, 12-15 është rezultati. Arrin të shënon Kenneth Cooper. Rezultati është 14-15, një pikë e përsi për Radio Televizionin 21. Gjua qëtje për 3 pikë dhe ka shënuar basketbollisti me numër 13 Christopher Hyke. Rezultati është 18-14. Një topit në basketbollistëve të ekipit Kastriotit. Otis. Nuk kanë topit deri tek Hyda, Kushtrim Hyda. Provon atje Cartwright. Nuk ka shënim as nga Kreshnik Juniku. Në aksion është ekipi i Radio Televizionit 21. Ja një mundësi për 3 pikë Gjuan, nuk ka shënim. Arrin të zotrojnë përsëri topin basketbollistët e Radio Televizionit 21. Është basketbollisti Leonard Mekaj. Berisha. Një aksion i bukur, megjithatë nuk arrin të shënon atje basketbollisti me numër 13 Christopher Hyke. Cartwright. 10 sekondat e fundit të çerekut parë të këtij takimi, 14-18. Cartwright. Dhe ka përfunduar çereku i parë në të mirë të ekipit të Radio Televizionit 21, 14-18.